Allahu Azza wa Jalla ka zbritur në Kur'an edhe disa ajete që nuk janë qarta për krejt njerëzit. I thujnë mutashabihat. Janë pak të dyshimta për disa njerëzit. Këto të dyshimtat i din veç njerëzit e dijes. E para, ose këto të dyshimtat një pjesë për ty në i di veç Allahu Azza wa Jalla që janë për ty në të dyshimtave. Ndërsa ata njerëz, Allahu i përshkruan në Kur'an, në surën Ali Imran, thotë se ata që janë njerëz që kanë marak me shti fitne, ata që kanë marak me bo përqarje, ata që kanë marak me shti trazira në mesin e njerëzve, ata mirën me qëtu të dyshimtat, e i lajnë ato ajetet të qarta. Ndërsa Allahu Azza wa Jall kur i përmend këtu në Kur'an, thotë wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, mi po disa ajete që janë që nuk i marrin vesh, nuk i merr vesh vetëm Allahu Azza wa Jalla ato i din. Vazhdan ajeti warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina. Ndërsa ata që janë të thëlluar në dije, dietarët, hoxhallarët që hesin sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi, dhe që kanë dije, ata Allahu po i përmend dhe thot, ata thojnë na krejt i besojmë. Na krejt i besojmë. Ndash ke ajet që unë e kuptoj, ose ajet që s'po e kuptoj mirë, si Elif Lam Mim, ja dash kuptimin, ose ja kanë dhënë dikush kuptimin, apo nuk po të flen shumë zemrën kuptimin që ja ka dhënë dikush, me rëndësi unë e besoj se është ajet. Kështu Allahu i përshkruajt i kanë njerëzit e dijes.